Një natë mes të kaluarës dhe të tashmes, për të risjellë në vëmendjen e qytetarëve dursak, por dhe turistëve, pjesë nga historia dhe trashëgimia kulturore e pasur e qytetit të Durrësit. Kështu ishte konceptuar eventi kulturor, i organizuar në ambientet Hamamit të Durrësit, monumentit të kulturës të restauruar së fundmi në kuadër të programit EU for Culture. Nata kulturore e pidam e trashëgimisë dhe artit, solli para të pranishmëve, performanca muzikore, kostumet e shekujt 18, një udhtim në histori nga kronikat osmane, imazhe të Durrësit të vjetër që u shfaqën në fasadën monumentale të Hamamit, të cilat ishin krijuar përmes inteligjencës artificiale e të tjerë. Pas restaurimit të Hamamit, ne kemi menduar që të risjellim frymën otomane me disa performanca, me muzikë, me tregime të historive të vjetra, për të sjellur kështu frymën e monumentit në periudhën që ai është ngritur dhe deri në ditët e sotme. Qëllimi i aktivitetit është për të njohur brezin e ri me monumentet e kulturës, si dhe për të evidentuar më tepër trashëgiminë kulturore të Durrësit. Kjo është në lidhje me Hamamin dhe në muajin tjetër do të kemi një edhe tek Torra, ku do të prezantojmë një moment tjetër të historisë së Durrësit. Në këtë natë dedikuar trashëgimisë kulturore, nuk mungonin dhe artistët dhe artizanët vendas, që përmes punimeve të tyre janë dëshmi e gjallë e zanateve të vjetra të trashëguara në shekuj, një prej të cilave është poçeria. Mjeshtri Agron Fusha është një nga poçarët e fundit në llojin e tij dhe trembet se ky zanat po shkon drejt zhdukjes. Ky është zanati trashëgu, unë nga Tirana, nga Farga e Tiranës, dhe kam traditë familjare. Prej sa vitesh trashëgohet në familjen tuaj? Për vite, s'madmen me breza, po unë vetë qysh në moshën 15 vjeç, 16 vjeç. A kërkohen punimet? Po kërkohen shumë, të shi që me këto resorte dhe me bujtina dhe njerëzit që i morin për qef, kërkohen s'është. Para arsit tuaj e trashëguan zanatin tek këtu, po ju po e trashëgoni tek ndonjë Po qef kam të trashëgoj dhe unë kam qonin një fjalë, qonin. Jo vetëm qytetarët e Durrësit, por dhe turistë huaj, shfaqën interes gjatë kësaj nate për të njohur shumë aspekte të trashëgimisë sonë të pasur kulturore, e cila dhe sot e kësaj dite shërben ndër të tjera dhe për të frymëzuar artin e të tashmes.